Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit për pezullimin e përkohshëm të vizave migruese me 75 vende përfshirë edhe Shqipërinë. Vendimi do të hyjë në fuqi me 21 janar 2026 dhe lidhet me rishikimin e politikave të emigracionit. Autoritetet amerikane theksojnë se masat nuk prekin vizat turistike dhe nuk anulon vizat e emigruese tashmë të lëshuara. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka sqaruar vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për pezullimin e përkohshëm të lëmshit të vizave emigruese për 75 vende, mes të cilave edhe Shqipëria. Sipas njoftimit zyrtar, masa do të hyjë në fuqi duke nisur nga data 21 janar 2026 dhe është pjesa e një rishikimi të plotë të politikave të emigracionit të SBA-s. Duke ju referuar deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, ambasada thekson se emigrantët që synojnë të vendosen në Shtetet e Bashkuara duhet të jenë financiarisht të vetë mjaftueshëm dhe të mos përbëjnë barë të taksa paguesit amerikan. Në këtë kuadër, Departamenti i Shtetit po rishikon politikat rregullore dhe udhëzimet ekzistuese për vendet që konsiderohen rrezik të lartë për përdorimin e përfitimeve publike në SBA. Sipas ambasadës, shtetasit nga vende të prekura nga vendimi mund të vijojnë në dorëzimin e aplikimit për vizë emigruese dhe të marrin pjesë në intervistat përkatëse. Megjithatë, edhe në rast se aplikimi aprovohet gjatë periudhës së pezullimit, nuk do të lëshohet asnjë vizë emigruese. Përjashtim nga ky vendim bëjnë personat që posedojnë dy shtetësi dhe aplikojnë në një pasaportë të vlefshme të një vendi që nuk është pjesë e listës së prekur nga pezullimi. Po ashtu, ambasada sqaron se vizat emigruese të lëshuara më parë mbeten të vlefshme dhe nuk preken nga ky vendim. Në fund të njoftimit, ambasada amerikane thekson se pezullimi vlen vetëm për vizat emigruese dhe nuk ka asnjë ndikim mbi aplikimet për viza turistike, studim apo kategori të tjera jo emigruese. Vendimi i dash për të pezulluar shqyrtimin e aplikimeve për vizat emigruese nga 75 vende përfshirë Shqipërinë ka nxitur debate politike në Tiranë. Opozita e ka cilësuar masën si një pasqyrim të narkoshtetit të qeverisë, ndërsa qeveria e ka mohuar këtë duke quajtur shpifje. Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali thekson se vizat turistike, studentore dhe të biznesit nuk preken dhe qytetarët nuk ndalohet të udhtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendimi i Departamentit të Shtetit Amerikan për pezullimin e shqyrtimit të vizave emigruese nga 75 vende përfshirë Shqipërinë ka nxitur reagime të menjëhershme në skenën politike shqiptare. Nga ana tjetër, Ministrja e Jashtme Elisa Spiropali gjatë udhëtimit drejt Kievit mohoi kategorikisht akuzat. Spiropali theksoi se vendimi i SBA-s nuk ndalon qytetarët shqiptar të udhtojnë për qëllime turistike, studimore, biznesi, viza familjare apo evente pune. E vërteta është se vendimi i fundit i Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka bllokuar lëvizjen dhe udhëtimin e qytetarëve shqiptar drejt SBA-s. Kurse nuk janë bllokuar as vizat për qëllime turistike, studentët, biznesi, vizitat e familjarët apo eventet lidhura me punën. Askush nuk ndalohet të udhtojë dhe të vizitojë si turist, student, qytetar apo edhe zyrtar. Por rregullat e qëndrimit në SBA do të ndryshojnë në linjë me politikën e tyre të imigracionit. Spiropali thotë se vendimi nuk prek Shqipërinë, aleatin strategjik të SBA-s, por është një masë e administratës amerikane për të parandaluar abuzimet me sistemin e migracionit. Vendimi nuk ka të bëjë asgjikundi me fabrikime nga më të çuditshmet për non grata imagjinare mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Qeveria ka nisur konsultimet për ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë duke përfshirë rektorët e universiteteve publike dhe private. Kryeministri Rama theksoi nevojën për reforma ligjore për të përballuar sfidat e universiteteve dhe për të përgatitur për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Investimet për infrastrukturën universitare dhe skemat e bursave për studentët ekselent dhe me nevoja sociale mbeten prioriteti i qeverisë. Qeveria shqiptare ka nisur procesin e konsultimeve për amendimin e ligjit të arsimit të lartë, i cili ka hyrë në fuqi 10 vite më parë. Në një konferencë me rektorë të universiteteve publike dhe private, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, u diskutua sfidat dhe nevojat e universiteteve për të përballuar kërkesat e një sistemi arsimor modern dhe për të përgatitur për integrimin në Bashkimin Evropian. Pasi tani më ka kaluar një periudhë e mjaftueshme për të reflektuar në atë ligj ndryshimet që ka sjell koha, por edhe konstatimet e praktikës në raport me kornizën e ligjit. Si në rastin kur shkruar ligji
por bëhet fjalë për korrektime, do t'jetë e mundur që ta bëjmë këtë në një kohë të arsyeshme dhe ma hamendja që nuk do presim sesionin tjetër të parlamentit për ta përgatitur. Riorganizojmë në një sistem shumë më kompetitiv edhe shumë më të besueshëm dhe shumë më të gatshëm për të përballuar nesër të gjitha ato që do vinë me procesin me antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama vuri theksin tek rëndësia e investimeve në infrastrukturën universitare, duke përmendur projektin e ri për kampusin studentor në Universitetin e Durrësit. Duke pas parasysh trenin që do të jetë në funksion të shpejti, do të jetë absolutisht shumë e thjeshtë që studentët në Tiranë të kenë mundësi të strehohen në kampusin e Durrësit. Dhe për këtë arsye do të ndërtojmë një kompleks studentor rezidencial shumë të mirë, në mënyrë që të ndihmojmë në zgjidhjen e një problemi të madh që kanë studentët për shkak të çmimeve të larta që ka qerat në Tiranë edhe në Durrës, po në Tiranë etj. Buzeti i arsimit të lartë për vitin aktual është rreth 11.2 miliard lekë, duke përfshirë pagat e stafit akademik dhe administrativ në 14 universitete publike, si dhe mbështetjen për 12.000 student ekselent dhe ata me nevoja sociale përmes skemës së bursave. Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar për sesionin e dytë, Sali Berisha akuzoi qeverinë për mos shpadhjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore pas zjarrjeve dhe përmbytjeve të fundit. Ai premtoi se demokratët, nëse vinë në pushtet, do të kompensojnë familjet dhe bizneset e dëmtuara, ndërsa deputetët po evidentojnë çdo të dhënë në terren. Berisha gjithashtu akuzoi kryeministrin edhe për grushtetin ndaj drejtësisë dhe lobimeve për të mbrojtur aferat e qeverisë. Mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për sesionin e dytë të legjislaturës se nisi me akuza të forta nga Sali Berisha ndaj qeverisë. Ai kritikoi mos shpadhjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore pas zjarreve që përfshin vendin vitin e kaluar dhe përmbytjeve të ditëve të para të vitit 2026. Shqipëria u doq sa asnjëherë tjetër dhe për të gjitha këto fajet i pas kanë qytetarët. Njëri primitiv që s'man përgjithësi, nuk është primitiv. Është hajdut i të mërshëm. Morali i kalb i kësaj qeverie. Shqiptarët panë se si këta gobsek vazhdonin ahengjet, udhëtimet. Berisha premtoi se nëse demokratët do të kthehen në pushtet, firma e parë që do të vendos kryeministri do të jetë ajo i dëmshpërblimit për çdo familje dhe biznes të prekur nga këto fatkeqësi. Vjedhja korrupsioni i institucioneve të narkoqeverisë. Se zërin ton do ta përdorim fuqishëm dhe se në çdo kohë kjo parti në pushtet do t'i dëmshpërblej ata për çdo qindar që kanë humbur në këto përmbytje, sepse atyre nuk ka, ajo është një emergjencë, u takojnë plotësisht. Ai vijoi akuzat duke sulmuar kryeministrin Rama për grushtetin ndaj drejtësisë në lidhje me dosjet e Ballukut dhe të Akshit. Nuk e dorëzon. Ai e din, ai ka nisur betejën me kushtetutën, qindra milion euro. Pra, është qark, është rreth të kuq, se ai po të mos ishte vetë personalisht, as për lindën, as stërlindën, as lubin, as stërlubin, nuk i bënd të normal. Do ishte i gatshëm dhe për skena macbethiane që të shpëton të vetë e ti, po nuk shpëton dot. Të bëhet përgjegjës paraligjit, dhe të shkoj ku të doj, në qiellin tokë, vrim miu nuk do të gjej. Sipas Berishës, të gjitha aferat e qeverisë janë kushtrim për të larguar sa më parë nga pushteti Edi Ramën. Janë vetë me Katar, por jo në shkallën e këtyre, jo në të shkallë, nuk ka ndodhur kur. Ai po përpiqet me gjitha mënyrat. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se prokuroria e posaçme ka cënuar lirinë e fshehtësisë së komunikimeve përmes sekuestrimit të telefonave pa vendim gjykate. Vendimi vjen pas ankimit të depozituar në shkurt të vitit 2024. Kushtetuesi ja vendos rregulla të qarta për mënyrën se si SPAK duhet të veprojë në raste të tilla. Gjykata kushtetuese ka dalë me një vendim të rëndësishëm që kufizon praktikat e ndjekura deri më tani nga prokuroria e posaçme për sekuestrimin e telefonave celularëve në kuadër të hetimeve penale. Sipas kushtetutës, sekuestrimi i telefonave të personave në hetim apo edhe i personave të lidhur me ta pa një vendim gjykate përbën cënim të drejtpërdrejtë të lirisë së fshehtësisë së bisedave, fotove, videove dhe komunikimeve elektronike. Vendimi është marrë pas një ankimi të depozituar në shkurt të vitit 2024 në lidhje pikërisht me mënyrën se si SPAK ka vepruar
përdoruar në rastet e sekuestrimit të aparateve celular. Gjykata kushtetuese vlerëson se përveç shkeljeve të fshehtësisë së korrespondencës në këto raste, cënohet dhe e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht për ato pjesë të informacionit që nuk kanë lidhje me objektin e hetimit penal. Në vendimin e saj, kushtetuesja urdhëron asgjësimin e të gjithë të dhënave të nxjerra nga telefonat e sekuestruar, të cilat nuk lidhen drejt për drejt me çështje penale që po hetohen. Po ashtu, mbajtja nën sekuestro e kopjeve të komunikimeve lejohet vetëm pasi këto të dhëna të jenë konfirmuar më parë nga gjykata si të vlefshme dhe të domosdoshme për hetimin. Gjykata kushtetuese thekson se ky vendim shërben si një udhëzues i qartë për SPAK, duke saktësuar se sekuestrimi i telefonave nuk mund të kryhet pa një vendim gjykate pavarësisht natyrës së hetimit apo personave të përfshirë. Sipas të dhënave zyrtare, SPAK ka kryer kçyrjen dhe kontrollin e mbi 1000 aparateve celular të sekuestruar në hetime të ndryshme, kryesisht për vepra penale që lidhen me korrupsion dhe krimin organizuar. Prokuroria e posaçme ka përfshirë në këtë procedurë jo vetëm persona në hetim, por edhe qytetarë që kanë pasur dienie apo komunikime me ta, me argumentin se nga këto biseda mund të përfitojnë informacione me interes për hetimet e mëtejshme. 33 persona, përfshirë 27 të paraburgosur dhe 6 të dënuar, u transferuan në masa të larta sigurie nga burgu i Durrësit. Një grup përfshihen eksponent të krimit Sulzim Berisha, Orges Molla dhe Eugene Koka, si dhe 3 shtetas të huaj. Vendimi erdhi pas arratisjes së Altin Docit dhe rritjes së shqetësimit për siguri në burgje. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve njofton se 33 persona të cilët cilësohen me rrezikshmëri të lartë shoqërore janë transferuar nga burgu i Durrësit drejt burgjeve të Fierit dhe Peqinit. Nga të transferuarit 27 janë të paraburgosur dhe 6 të dënuar. Mes të transferuarve janë figura të njohura të botës së krimit, përfshirë Sulzim Berishën, Orges Mollën dhe Eugene Kokën, të arrestuar gjatë operacioneve Ura dhe Revanch. Në grup janë edhe 3 shtetas të huaj, 2 brazilian dhe 1 venezuelian. Transferimi u realizua në masa të larta sigurie me shoqërimin e mjeteve të shumta të policisë së shtetit, duke synuar parandalimin e çdo rreziku për arratisjen apo incidente brenda burgut. Vendimi për transferimin e këtyre të paraburgosurve dhe të dënuarve erdhi pas arratisjes së Altin Docit nga Spitali i Durrësit vetëm 2 ditë më parë, një ngjarje që theksoi dobësinë e sigurisë në burgun e Durrësit, i njohur edhe si burgu i vipave. Pas këtij incidenti, autoritetet rivlerësuan shkallën e rrezikshmërisë për të gjithë të paraburgosurit dhe të dënuarit, duke përzgjedhur më problematikët për tu sistemuar në Peqin, ku mbrojtja dhe kontrolli janë më të larta. Transferimi synon gjithashtu të forcojë sigurinë brenda burgut të Durrësit dhe të parandalojë ngjarje të ngjashme në të ardhmen, duke garantuar mbrojtje më të madhe për personelin e burgut dhe shoqërimin e të paraburgosurve me rrezikshmëri të lartë. Një banese në lagjen 13 të qytetit të Korçës u përfshi nga flakët mëngjesin e sodëm, duke i marrë jetën një 73 vjeçareje. Moshuara e paralizuar dhe që jetonte e vetme humbi jetën nga asfiksia. Ngjarja risjell në vëmendje fenomenin shqetësues të moshuarve që jetojnë të izoluar dhe pa përkujdesje. Një ngjarje e rëndë shënuar mëngjesin e sodëm në lagjen 13 të qytetit të Korçës, ku një banesë u përfshi nga flakët duke shkaktuar humbjen e jetës së një 73 vjeçareje. Viktima fluturie potka jeton e vetme dhe ishte e paralizuar, ndërsa nuk arriti të shpëtonte zjarri duke humbur jetën nga asfiksia. Sipas informacioneve paraprake, ishin fqinjer ata që e pikasën tymin që dilte nga banesa dhe njoftuan menjëherë shërbimet e emergjencës. Një grua që kujdesej her pas here për të moshuarën kishte hapur derën e jashtme dhe kishte vënë në re zjarrin, duke kërkuar ndihmën e fqinjeve për të lajmëruar zjarfiksen. Megjithatë, për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve, ndërhyrja nuk arriti të shpëtonte jetën e 73 vjeçares. Fqinjët jashtë kamerave shprehen se dyshohet që shkaki i zjarrit të ketë qenë një cigare e ndezur pasi e moshuara ishte duanpirse. Të tjerë thonë se ajo përdorte një organ me rrymë elektrike për t'u ngrohur, çka mund të ketë shkaktuar flakët. Jetonte vetëm, nuk i the kemët. Pasaj kaq muaj u paralizua nga kemët. Ishte një që i bënte ysmet. E merrte në telefon, ajo rinte në 4-4, kjo rinte në 4 vit, binte e ndihmonte maj sa kishte mundësi. Ka një djalë edhe një çuf. Djali i theshte, hajde me mua. Kjo nuk desh. Nuk delte fare ajo. Nga dora ajo mi zbriste poshtë lartë, jo, vetëm në shtëpi. Në vendngjarje mbërritën menjëherë shërbimet e policisë dhe e zjarfikses, të cilat bën të mundur shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e sakta të zjarrit, ndërsa trupi i viktimës është dërguar për ekspertizë mjekoligjore.
Gjykata e Apelit të Tiranës ka vendosur ndryshim të masës së sigurisë nga arrest në burg me arrest shtëpie për 3 autorët të dyshuar të vrasjes së 26 vjeçarit të Martin Çeço. Hetimet për ngjarjen vijojnë ndërsa 3 persona janë liruar nga paraburgimi pas përfundimit të afatit ligjor të masës së mëparshme. Ngjarja e rëndë ndodhi në qershor të vitit 2022 kur viktima u vra dhe u holl në rezervuarin e fshatit Kolanec Maliq. Gjykata e Apelit në Tiranë ka ndryshuar masën e sigurisë për 3 autorët e dyshuar të vrasjes së Martin Çeços duke zëvendësuar arrestin me burg me arrest shtëpie. Vendimi u mor pasi gjykata konstatoi se afati i vendosur në 22 qershor 2022 për paraburgimin e tyre kishte përfunduar. 3 të dyshuarit, Valter Mollaj, kushëriri i tij Edlir Mollaj dhe Bariu Bledi Angjo, u arrestuan fillimisht pas dëshmisë së Tina Pajollarit, e cila është në burg dhe dyshohet se ishte e pranishme në momentin e vrasjes. Ngjarja e rëndë ndodhi në qershor të vitit 2022 kur 26 vjeçari Martin Çeço u vra dhe më pas trupi i tij u holl në rezervuarin e fshatit Kolanec në Maliq. Hetimet ndaj 3 autorëve vazhdojnë, ndërsa prokuroria po mbledh prova dhe po verifikon dëshmitë për të përcaktuar rolin e secilit në këtë krim. Vendimi i gjykatës për të lejuar arrest shtëpie për 3 të rinj vjen për të respektuar afatet ligjore të paraburgimit, por hetimi i plot për ngjarjen dhe zbardhjen e të gjitha përgjegjësive nuk është përfunduar ende. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë kërkesën për gjykim të 3 personave të akuzuar për bërgjim të palishëm të dhënave kompjuterike dhe hyrje të paautorizuar në sistemet kompjuterike. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimin e tentativës së hakerimit të SPAK-ut vitin e kaluar dhe ka dorëzuar kërkesën për gjykim pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë. 3 personat e pandehur, Arnold Rokaj, Zambak Gjoni dhe Agim Ismaili, akuzohen për hyrje të paautorizuar kompjuterike dhe përgjim të palishëm të dhënave kompjuterike, kryer në formën e bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Hetimi zbuloi se Arnold Rokaj kishte aksesuar pa leje materialin hetimor të SPAK-ut, një pjesë të cilave u kaluan tek Zambak Gjoni dhe Agim Ismaili. Këta të fundit i shpërndan më pas materiale tek persona të tretë, duke rritur riskun e publikimit të informacionit sekret. Fal veprimeve të shpejta të prokurorisë dhe policisë, Zambak Gjoni dhe Arnold Rokaj u arrestuan brenda 24 orëve nga identifikimi, duke parandaluar shpërndarjen mëtejshme të materialeve. Hetimet u zgjeruan mëtej ndaj Agim Ismailit, i cili u akuzua për kërkim të dhënave të tjera për persona të ndryshëm dhe për përhapje të informacionit të marrë nga sistemet e SPAK. Tani dosja do të gjykohet përkatësisht për 3 pandehur për vepra penale që lidhen me përdorim të paautorizuar të materialeve dhe për fshirje në veprime kriminale të grupit të strukturuar. Seanca e dosjes Plumbi Art këtë të martë u shtyp pas aratisjes së të pandehurit Altin Doci nga Spitali Rajonal Durrës me 13 janar. Gjyqtarja e seancës vendosi shtyrjen pas kërkesës së mbrojtësit ligjor të Docit, i cili nuk ishte marrë prokuron e posaçme nga klienti. Seanca e radhës u caktua për 20 janar, ndërsa policia vijon kërkimet e të arrestuarit. Seanca e gjyqit për dosjen Plumbi Art u ndërprek të martë pas arratisjes së të pandehurit Altin Doci nga Spitali Rajonal Durrës në 13 janar. Kryesuesja e seancës Engjëllushe Tahiri njoftoi gjykatën për shkresën e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, që konfirmonte se Doci ishte shpadur në kërkim nga policia e shtetit. Prokurorët e posaçëm Behar Dibra dhe Doloreza Musabedhi mbajtën qëndrime të kundërta. Dibra kërkoi që seanca të zhvillohej dhe Doci të konsiderohej njoftuar, ndërsa Musabedhi kërkoi shtyrjen e saj. Njëri nga mbrojtësit ligjor, Aldo Shkëmbi, kërkoi shtyrjen e seancës pasi nuk ishte marrë prokurën e posaçme nga klienti, kërkesë që u pranua nga gjykata. Në prononcim për mediat, Shkëmbi theksoi se nuk ka patur komunikime me të arratisurin. Paraprakisht ky është gjyq maraton, ka vite që bëhet dhe as nuk ka qenë përpara nevojshme që të komunikoni me klientin, as para as pas. Nuk ka nevojë që të komunikoj me klientin. Tashmë për sa i përket qëndrimit tonë në lidhje me mbrojtjen e tij, pozicioni si mbrojtës është i konsoliduar, kështu që klienti ka pasur besim në mbrojtjen që ne do të bënim për një mbrojtje efektive. Kështu kemi proceduar, nuk kemi pas as dieni përpara lidhur me veprimet apo mos veprimet e tij dhe as pas.
Seanca e ardhshme është taktuar në 20 janar në orën 10 dhe gjykata pritet të marrë informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe strukturat vendore për rezultatin e kërkimeve të Ndocit. Nëse arratisuri nuk do të gjendet, procesi gjyqësor do të vazhdojë në mungesë ku Ndoci do të gjykohet për përfshirje në masakrën e Bradasheshit të vitit 2018, ku mbetën të vrarë 3 persona, si dhe për ngjarje në Peqin të vitit 2019, ku vrandi Zylyfi dhe u plagos Ardit Uruçi. Niveli i lumejve Drin dhe Bun ka shënuar ulje rreth 20 cm duke lehtësuar situatën në Shkodër, ndërsa përmbytjet në Lezhë dhe në Fier kanë shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi dhe banesa. Autoritetet vazhdojnë verifikimin e dëmeve dhe përgatitjen e dosjeve për kompensimin e fermerëve dhe familjeve të prekura nga përmbytjet. Në Obot, në njësinë administrative Dajç, rruga qarkulluese është rikthyer për automjete të larta, ndërsa në terren vijojnë të qëndrojnë 15 efektiv të forcave të armatosura. Situata e përmbytjeve në Shkodër ka shënuar përmirësim. Kuota e lumejve Drin dhe Bun kanë rënë rreth 20 cm, duke sjellë tërheqje të ujit nga sipërfaqet e përmbytura. Nga 760 hektar të përmbytur një ditë më parë, tashmë mbeten në ujë 590 hektar. Në fshatin Obot edhe njësia administrative Dajç, rruga është rikthyer në qarkullim për mjetet e larta të ushtrisë, ndërsa në zonë qëndrojnë 15 efektiv me 2 mjete për të ndihmuar lëvizjen e banorëve. Në Lezhë, përmbytjet kanë lënë pas dëme të konsiderueshme në toka bujqësore, kryesisht në kulturën e Jonçës dhe Grurit. Në banesa dhe blegtori dëmet janë më të vogla. Procesi i vlerësimit të dëmeve në rreth 1700 hektar është drejt përfundimit dhe pas finalizimit dosjet do dërgohen institucioneve përkatëse për kompensim të fermerëve. Në Fier, përmbytjet kanë prekur 4000 hektar tokë bujqësore dhe kanë dëmtuar 110 shtëpi në Ferras. Në njësi të tjera administrative si Mbrostar dhe Libofsh janë përmbytur 20 shtëpi, ndërsa në Lushnjë në fshatin Thanasaj u evidentuan dëme në 20 banesa dhe në 3800 hektar tokë bujqësore. Autoritetet paralajmërojnë se vlerësimi i dëmeve të mbjella do të nisë pas tërheqjes së ujit. Qeveria dhe bashkia vijojnë verifikimin e dëmeve për të përgatitur kompensimin e fermerëve dhe familjeve të prekura me një faturë financiare që pritet të arrijë miliona lekë. Situata megjithatë ka shënuar përmirësim dhe stabilitet relativ në zona të prekura. Do të ecim me të tjera zhvillime. Masakra e Reçakut, ku forcat policore dhe ushtarake serbe vran 45 civil shqiptar, shënon këtë të jetë 27 vjetorin. Ngjarja u cilësua si masakër edhe nga misioni verifikues i OSBE-s në Kosovë. Edhe sot Serbia vijon të mohojë krimin, ndërsa drejtësia mungon. Masakra e Reçakut mbetet një nga krimet më të rënda të kryera ndaj civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, në një pikë kthese që tronditi opinionin ndërkombëtar. Me 15 janar 1999 në fshatin Reçak të komunës së Shtimës, rreth 30 kilometra larg Prishtinës, forcat policore ushtarake dhe paramilitare serbe ekzekutuan 45 civil shqiptar. Viktimat u gjetën kryesisht në kodrën e Bebushit, ndërsa trupat e pajet u zbuluan edhe në pjesë të tjera të fshatit. Banorët kishin nisur të braktisnin zonën për shkak të pranisë së forcave serbe në afërsi. Aksioni i forcave serbe zgjati për disa orë dhe përfundoi në një bilanc tragjik ku shumica e të vrarëve ishin burra të paarmatosur. Pas masakrës, policia serbe pengoi varrimin e viktimave, ndërsa në zonën rifilluan përleshjet mes forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftime që zgjatën për 2 ditë, trupat e pajet civilëve u varrosën vetëm me 11 shkurt 1999, gati një muaj pas ngjarjes. Shefi atëhershëm i misioneve verifikuese në OSBE në Kosovë, William Walker, e cilësoi ngjarjen publikisht si masakër, duke hedhur poshtë versionin zyrtar të autoriteteve serbe, të cilat pretenduan se viktimat ishin pjesëtar të UÇK-s dhe se ngjarja ishte e inskenuar. Ky qendrim u kundërshtua gjërësisht nga komuniteti ndërkombëtar. Masakra e Reçakut u dënua ashpër dhe nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Bashkimit Evropian kanë tekstuar ndër vite se kjo ngjarje është dokumentuar në mënyrë të plotë. Megjithatë, edhe pas 27 vitesh autorët e këtij krimi nuk janë vënë përpara drejtësisë, ndërsa Serbia vazhdon të mohojë masakrën duke e cilësuar si mashtrim dhe falsifikim. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit.
Territori shqiptar për datën 16 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të shoqërohet me vranësira dhe rreshje shiu në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me mod të vrenjtur dhe rreshje të her pas hershme në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat lindore dhe juglindore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 janar do të jetë rreth orës 6:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 13 gradë Celsius. Berat 7 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 2 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 9 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 16 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore më të qëndrueshme, duke sjellë mod pjesërisht të kthjellët në disa zona dhe vranësira në të tjera. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja sjell intervale më të gjata me diell në disa qytete. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 16 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 16 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 11 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 9 gradë Celsius. Pej 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 9 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë do takohemi në edicionet e ardhshme.